Nisma e fatmirërimës futut nga ora vetme nuk lidh koalicion me asnjë parti. A mendoni që ka me kalu pragën fatmirërima, a mendoni që është gabim strategjik, i ka hyrë vetja në qef edhe mendon që ka me kalu pragun, apo e kalon pragun edhe pa hyrë vetja në qef, domethënë ka gjas me kalu, apo se kalon fare? Pjesa e ne ose pyetja ne në këtë video. Pyetja 2 në këtë video që më intereson e që s'ka të bëjë me foton për mrapa është një numër jashtëzakonisht i madh njerëzve po aplikojnë më regjistru për me votu nga diaspora. Apo bi kjo që nuk do të shkoj diaspora me 28 dhjetor në Kosovë, apo do të kesh përdoren këto aplikime? As çka është në pyetje se në rast se e shohim qysh po shkon procedura e regjistrimit të diasporës, jashtëzakonisht numër i madh. Kom besu që kanë me kon, domethënë, hini ato 2 ditë e para që farfryma kuça ka më bë tash kërejt kanë me shku në Kosovë, zane kanë me votu e ku ta dijo ne, ama nuk po del tjetë qashtu. Që shëshin jo?